Dimenjishën më rana një muj e gjis 27.000 Amerikan kanë kalu në islam. Përse? Për shkak se para kësaj periude nuk kanë pas haber me islamin. Pra atë dhe njonin e pytën haq dhe i tha, kush boni ti e davet, ishte me prej ardhe prej New Yorki, tha i që mboni davet ishte Bushi. Ta si për e Bushi vetë sa musliman, tha po kur dull me deklarat dhe akuzoj islamin, tha të thëmë drejtën kur s'kish në një për këtë islam. Qka ki islam? Ta natë periudhësat pas ndëgju, ta ina në të molla Google, edhe e lipa qka do me thonë islam, aty më dull material i madhë. Ta lexova në ta për këtë arsye tha e parë se kja është dini që cilën e kam lip, apo shpirti ka poshu në ta që shkohe, ama i lumt ati që u bos sebeb dhe u zof në këtë din që Allahu Azza wa Jall, sikur që me pa ma pas don aktar Amerikan dhe pasurin e ti në dorë, ta vallaj se kisha ndru me këtë kënajtësi dhe mirësi që e posedoj.